SPAK iluzion drejtësie apo mask për korrupsionin politik? Në Shqipërinë e sotme, ku korrupsioni ka qenë si gjaku i patentuar në sistem, SPAK, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, paraqitet nga qeveria dhe disa media si shpëtimtari i madh. Por pas dënimeve sensacionale dhe arrestimeve me zhurmë, fshihet një realitet që shumë qytetarë e perceptojnë jo si drejtësi, por si show propagandistik. Arrestime të mëdha, premtime për konfiskime masive, spektakël mediatik, por shumë pak dënime maksimale, shumë pak pasuri që rrjedhin nga xhepat personal në thesarin e shtetit. Ky artikull synon të hedhë dritë në boshllëqet e SPAK-ut, ku nuk ka dënime drastike, ku konfiskimet janë më shumë deklarata se sa rikuperim real, ku figura të larta politike preken, por qytetarët nuk e shohin dot drejtësinë që ata imagjinojnë, drejtësi që i rrëmben korrupsionit çdo qindark, që dorëzon dënime nga 25 deri në 50 vjet, që nuk kursen asnjë fije pushteti pa llogaridhënie. Sa shumë arrestime, por sa pak dënim i rënd, arrestime sensacionale dhe publik shoh. SPAK ka realizuar arrestime të figurave të larta politike, dje ishin Ilir Meta, Erion Veliaj, Ilir Beçaj, emra që luhaten si në gene publik, por që prekin interesa të mëdha. Këto arrestime, edhe pse ngjallin emocion dhe duket se godasin mafjen politike, shpesh shërbejnë më shumë si spektakël, sesa si masa parandaluese afatgjatë. Në rrjetet sociale dhe në media, shumë qytetar flasin për SPAK-un si për mjet politik, arrestohen kundërshtarët politike, transmetohet lajmi, jepet mesazhi, po veprojnë kundër korrupsionit, dhe më pas, një pjesë e akuzuarve dalin me dënime relativisht të lehta, ose pasuritë e sekuestruara nuk konfiskohen në masën që publiku pret. Dënimet realiste, jo maksimale. Sipas raportit të KES, raporti për sundimin e ligjit, SPAK ka pasur dënime, por ka mospërputhje midis numrit të hetimeve dhe numrit të dënimeve përfundimtare. Konkretisht, raporti thekson se dënimet sipas ligjit antimafia, për pasuritë e krimit, nuk janë sistematike në nivelin e lartë. Në draftraportin e KES për vitin 2025, thuhet se pavarësisht rezultateve pozitive, mungon një rekord i qëndrueshëm me dënime të forta dhe konfiskime efektive. Pra, arrestimet janë, por dënimet maksimale jo gjithmonë. Konfiskimet, sa sekuestrime, sa rikuperime reale, mjetet të sekuestruara, por jo gjithmonë konfiskime reale. Në raportimin e vitit 2024, kreu i SPAK, Altin Dumani, deklaroi se SPAK kishte sekuestruar 65.5 milion euro pasuri me dyshim kriminal. Por, sa nga këto pasuri janë konfiskuar me vendim përfundimtar? Sipas Dumanit, për vitin 2024, vlera e pasurive konfiskuara është rreth 36.7 milion euro. Pra, ka një hendek, sekuestro e madhe, por konfiskim që nuk kap dot çdo qindark. Pikërisht ajo që shumë qytetar kërkojnë me zell. Kritik nga ekspert, mungesë e pasurisë të rikuperuara dhe menaxhim i dobët. Sipas raportit të SDG Albania, analizë mbi performancën e SPAK Gjikko. Edhe pse ka rritje në numrin dhe vlerën e pasurive të sekuestruara, konfiskimet nga zyrtar të nivelit të lartë janë ekstremisht të pakta. Raporti denoncon se zyra e administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, Agjencia për Rikuperim, menaxhon më pak se 10% të vlerës së pasurive që institucionet specializuara deklarojnë, dhe ka raste ku pronarët origjinal i kontrollojnë pasuritë edhe pas vendimeve gjyqësore. Ky është pikërisht problemi që po e ngrejmë. Jo çdo qindark, por vetëm një pjesë, dhe një pjesë e madhe e pasurisë së dyshuar kurrë nuk kalon plotësisht në pronësitë e shtetit. Raporti i brisht i Bashkimit Evropian dhe presionet që nuk shfaqen vlerësime pozitive, por paralajmërime reale. Sipas draftraportit të KES për vitin 2025, Komisioni Evropian vlerëson që SPAK ka rezultate pozitive dhe ka bërë përparim të prekshëm drejt një bilanci të qëndrueshëm. Por raporti nuk shpërthen me entuziazëm. Kë paralajmëron se mungojnë burime të mjaftueshme, kapacitete njerëzore dhe mjete analitike të avancuara, veçanërisht për hetime financiare të mëdha. Në fushën e konfiskimit, vëren që pasuritë e sekuestruara nuk pasqyrohen plotësisht në konfiskime, gjë që përputhet me pikë pyetjet tona kryesore, që SPAK nuk po kap çdo qindark të korrupsionit. Presioni politik dhe përdorimi instrumental i SPAK. Analistët kritikojnë se SPAK, me gjithë statusin e pavarur teori, mund të përdoret instrumental nga pushteti politik. Arrestimet e politikanëve mund të bëhen në momente strategjike, për të demonstruar angazhim antikorrupsion, por pa dëmtuar realisht rrjetet më të fuqishme korrupsioni që kanë pasuri të thella dhe shtrirë në kohë. Nga një tjetër burim, Alfa Press raportoi se SPAK mbetet me burime të limituara dhe se institucionet mbështetëse, që duhet të bashkëpunojnë në rikuperimin e pasurive, nuk janë zhvilluar sa duhet.
Perceptimi i publikut, shpresa, frika dhe zhgënjimi spak si simbol shprese, por mosbesimi mbetet i lartë. Një anket nga Björn Idra Research zbulon se 91% e qytetarëve e shohin korrupsionin si problem madhor, por një pjesë e madhe prej tyre janë skeptik se SPAK do ta zhdukë realisht këtë problem. Sipas sociologëve që morën pjesë në sondazh, korrupsioni është rrënjosur thellë në kulturën institucionale dhe shoqërore, dhe pavarësisht arrestimeve spektakolare, shumë njerëz nuk shohin një përmirësim thelbësor në mënyrën se si sistemi i drejtësisë funksionon. Zgënjimi kur arrestimi nuk do të thotë dënim real. Kur arrestohet një politikan i lartë që ka bërë skema milionëshe, qytetari pret dënim maksimal, konfiskim total, pasuri që të rrjedhin në arkën e shtetit. Në vend të tij, shumë prej akuzuarve përfundojnë me masa sigurie, arrest para burgimi, apo dënime që publiku i sheh si të moderuara. Kjo krijon një cikël dëshpërimi. Qytetarët duan drejtësi që prek pasurinë, jo vetëm etiket politiko-ligjore. Pa konfiskime drastike dhe punë të vazhdueshme juridike, arrestimet bëhen një fond teatër që mund të përdoret për imazh, por jo gjithmonë për rikuperim real të pasurive. Figura të larta të akuzuara, por a ka rrezik real për ta? Për mendim figura si Ilir Meta, Erion Veliaj, Arben Ahmetaj, Belinda Balluku, Beçaj dhe të tjerë. Këtu është një analizë e ashpër për disa prej tyre dhe se si roli i SPAK-ut përballë këtyre individëve reflekton më gjerë problemet sistemeve të llogaridhënies. Ilir Meta, ish president, është akuzuar nga SPAK për korrupsion, pastrim parash, shmangje tatimore dhe fshehje pasurie. Raportohet se prokuroria speciale ka përpiluar një raport prej 192 faqe, që pretendohet se dokumenton pasuritë e padeklaruara, pagesat për lobim në SHB dhe transaksione që nuk janë raportuar. Por Meta ka deklaruar publikisht se akuza janë sulme politike, dhe se SPAK po vepron si shtojtëse qeverisë, nëse dënohet sipas parashikimeve. Ai rrezikon deri në 12 vjet burg, por publiku pret dënime edhe më larg dhe me konfiskim të pasurisë në mas të plot. Belinda Balluku, ministre e infrastrukturës dhe zëvendës kryeministre, është nën hetim nga SPAK për tender infrastrukturore. Sipas mediave, hetimet lidhen me shkelje procedurash dhe keqpërdorim parash publike. Gjykata speciale GKKO ka vendosur mas sigurie. Ajo është pezulluar nga detyra dhe i është ndaluar lëvizja jashtë vendit, por, nga të dhënat publike, nuk ka një dënim maksimal dramatik që të dërgojë mesazh se korrupsioni në nivele të tilla nuk do të tolerohet më të tjerët. Ahmetaj, Beçaneti. Populli shqiptar nuk është i vetmi që mendon se figura të tjera të larta që SPAK i ka goditur nuk po përballen me pasojat që populli do raportet publike dhe analizat nga organizata monitoruese tregojnë se konfiskimet kryesisht nuk arrin thellësinë që kërkohet. Raporti i SDG-s shpjegon qartë se konfiskimet nga zyrtar të lartë janë sporadike. Ky është një problem struktural. Pa konfiskime domethënëse dhe dënime që friksojnë vërtet, politikanët kanë më pak motiv për të hequr dorë nga rrjetet e tyre korrupsioni. Rreziku i instrumentalizimit politik të SPAK-ut. Në vend që SPAK të jetë mjeti i llogaridhënies së vërtet, ka një rrezik serioz që ajo të shndërrohet në armë politike. Përdorimi për fushata dhe propaganda. Arrestimet e figurave opozitare në kohë strategjike mund të përdoren nga qeveria për të treguar se po lufton korrupsionin me seriozitet, por realisht pa dëmtuar rrjetet e mëdha të korrupsionit që janë afër pushtetit. Presion institucional. Ka sinjale se SPAK nuk vepron gjithmonë me burime të plota. Mungojnë staf, ekspert financiar dhe infrastruktura analitike për hetime të thella dhe të vazhdueshme. Kjo ka paralajmëruar që kapaciteti i SPAK-ut duhet forcuar, për fitim imazhi ndërkombëtar. Me presionin e BE-s dhe donatorëve, SPAK mund të përdoret për të demonstruar progres të jashtëm, arrestime spektakolare, por jo domosdoshmërisht rikuperim masiv të aseteve. Një pjesë e komunitetit ndërkombëtar mund të jetë e lumtur kur sheh raporte për konfiskime, por pyetja është a janë ato konfiskime reale, të qëndrueshme dhe të lidhura me dënime që friksojnë korrupsionin në mënyrë sistematike, çfarë do të thoshte drejtësia e vërtet dhe ku SPAK dështoi. Shumë qytetarë me të drejtë ndjejnë drejtësia nuk është thjesht arrestimi. Dënime maksimale. Politikanë të korruptuar duhet të përballen me dënime shumë më të rënda se ato që shpesh po shohim. Jo vetëm muaj para burgim ose dënime modeste, por vite serioze që tregojnë se përfshirja në korrupsion në nivele të larta janë pasojat që populli pret, konfiskim total i pasurive. Nuk mjafton të sekuestrosh, duhet të konfiskosh. Të rëmbehet çdo aset i dyshuar, çdo pasuri që është fituar në rrugë të paligjshme dhe t'i transferohet në pronësi të shtetit.
Një rikuperim real i plot, pa lënë pjesë të fshehta tek zyrtarët e dikurshëm, transparencë dhe llogaridhënie publike. Çdo vendim gjyqësor, çdo konfiskim, çdo përdorim i pasurisë së rikuperuar duhet të jetë publik dhe i shpjegueshëm për qytetarët. Publiku ka të drejtë të di se çfarë ka bërë SPAK me paratë e konfiskuara, çfarë pasurish janë pastruar, ku përfundojnë ato dhe si përdoren autonomi e vërtet. SPAK duhet të jetë e pavarur realisht nga politika. Çfarë mund të bëjnë qytetarët? Presioni qytetar si e vetmja mbyllje e ciklit. Ti, si qytetar, ke pushtet. Monitoro rastet SPAK. Mos ndalo vetëm te lajmet e arrestimeve. Kërko vendimet gjyqësore, analizoni vlerën e pasurive sekuestruara dhe konfiskuara, shiko se çfarë realisht po ndodh me pasuritë e rikuperuara, mbështet mediat investigative. Media që gërmon thellë jo thjesht raporton, SPAK arreston por çfarë ndodhi me pasuritë janë kyçe. Qytetarët duhet të jenë partner në denoncim dhe verifikim. Organizo shoqëri qytetare. Shoqata, OFT dhe grupet qytetare mund të bëhen presion real për reforma ligjore që forcojnë konfiskimin, që rrisin transparencën dhe që sigurojnë autonominë e SPAK-ut. Kërko llogaridhënie nga BE dhe donatorët. Partnerët ndërkombëtar që financojnë apo mbështesin reformën e drejtësisë duhet të mbajnë SPAK në përgjegjës, jo vetëm për arrestime, por për dënime reale dhe rikuperim real. Angazho veten. Politikisht, mos pres që dikush tjetër të bëjë transparencë, kërko llogari nga përfaqësuesit aktual të pushtetit, votoni për figura që premtojnë dhe veprojnë për reforma të vërteta, dhe përdor platforma publike për të kërkuar drejtësi që prek pasuritë, SPAK, mes shpresës dhe zhgënjimit. Në këtë moment, SPAK është dy gjëra njëkohësisht, simbol shprese dhe objekt kritik, mirëfilli anë politike, por edhe mjet real i luftës kundër korrupsionit. Ti ke të drejtë të kërkosh më shumë se spektakël. Arrestimet janë të nevojshme, por nuk janë të mjaftueshme. Drejtësia që vlen është ajo që rëmben pasuritë, që jep dënime serioze, që nuk lë pas pjesë të errta ku pasuria e korrupsionit mund të fshihet pas depozitave, shell kompani apo llogarive offshore. Nëse nuk vendoset presion qytetar real, nëse ne, si shoqëri, nuk bëjmë që institucionet të veprojnë përtejpër, atëherë SPAK rishtohet në një maskë. Zbatohet për të dhënë spektakël, jo për të bërë revolucion moral dhe financiar. Kjo është betejë jote, betejë e çdo shqiptari që refuzon të pranojë arrestime pa rikuperim, shoh pa substancë dhe iluzionin e drejtësisë që nuk prek xhepat real.